kalon edhe afati për dorëzimin e listave, nuk e kemi asnjë nga 4 subjektet politike parlamentare që morën pjesë në legislaturën e 10 të kemë publikuar listat e tyre. Dhe teshet një intervenim me një pyetje në pjesën e parë. Po tash ajo më shumë. Se i kemi lënë suspans shikuesit. Jo, unë veç deshta me thonë që na e kemi pas dorën zemër gjatë qeverisjes së koalicionit partisëve të vendosur që na e kemi pas një 4 vjeç. Kur s'ka pas zgjedhje. Edhe ndoshta është periudha më e gjatë në historinë tonë politike që s'ka pas zgjedhje. Mirë po atë evoluimin profesional në kuptimin e ekspertizës të që me thonë aktivistëve edhe funksionarëve politikë për cilin po flet ti, ato se komponin shto 4 vjetë. Një me ka qenë periudhë 4 vjeçare kur partitë kanë mujt me kooptu njerëz, kanë mujt me e nis një proces të që me thonë avancimit gradual, krijimit kauzave edhe përgjithsisht profesionalizimit për shkak që s'ki zgjedhje dhe nuk je në stres. Mirë po ajo nuk ka ndodhur. Po, ndoshta nëse mund. Fakti që s'ka ndodhur, si mas meje, ndërlidhet me ato që të na nuk ekziston aso vështrimi i detyrës edhe i mandatit të partisë politike. Qa kom po unë që to 4-5 vjetë, edhe qka unë mendoj që këm me po në të ardhmen, është kështu, mu shprej ma në mërë të thjeshtë. Këtu po garon qeveria me opozit. Edhe kur kush ato s'pim shef. Përkatësisht me presidencën. Para mendo, ose qeveria me ish presidencën. Edhe tash partia që ka qenë pushtet hapta si po dere dhe po thot, unë nuk hin këto zgjedhje si parti politike, ajo veç formalisht. Unë këto zgjedhje jam sikur se edhe në tjerat, unë jam qeveri. Unë e po marrë pjesë si qeveri në proces zgjedhor. Ndërkohë që parti që kanë qenë deri dje në opozit, gati që nuk po e hetojnë që ato s'kan nevoj mo as me përjetu veten e as milion të tjerët mi thirë edhe mi cilësu ato si partit opozitës. Mirë po pse kjo s'pi pengon kërkuj? Me qenë se qa kompone që to 4-5 vjetë e kalume, është që qeveria është marrë me shpërndarje të tendereve, e opozita o marrë me fitim të tendereve. Kështu që ka egzistu një bashkjetes, një simbiozë, e cila është kapak... Të kur thoni opozita është marrë me marrje të tendereve? Po. Opozita? Si? Nëse keni kohë, natyrisht unë e kësha pasje... Kurtimisht, sonte mund të aleborojmë në një nga misionet e radhës, po... Partitë opozitare e ka ndërtu me kohë infrastrukturën edhe ekosistemin e tyne... Klientelën. Qëllën Vebiu e quajti drejtësisht klientel. Edhe ajo klientel ka përfshin edhe operater ekonomik, edhe ato që i thëjmë në reliefi ekonomisë, private, biznesi, ndërkohë që partia që e ka marrë pushtetin të vona, është partia cila ka pas ekosistem votues edhe aktivistësh, mirë po jo dhe infrastruktur, kushtimisht thënë socioekonomike ose klientel. Edhe pse mund të ketë edhe diskutim këtu se ka kompani të caktuara që janë merren specifikisht me një fushë të veprimtarisë, biznesit, dhe pastaj mund dalin, ta shohim edhe këtë hapësirën jashtë atë dyshimit, mund dalin më të kvalifikuara për ta vazhduar me ato punë dhe edhe nëse do pushteti kur ndrohet, s'mund zgjedhë dhe të krijoj brenda natës klientel të vetën. Një ndërhyrje, ka mundësi këtu? Po them mund ta bëjmë edhe debat të tërë se ka çka të diskutohet, po se shumica e tenderëve janë të negocium, nuk janë tender të hapur. Fakti që janë të negocium, pra e thrasin dikë, dhe kën e thrasin. Dikë nga opozita që po thëtë zoti Goroni. Dikë që ka